Me ardhjen e Skënderitës në krye të policisë së shtetit dhe provës që dha në menaxhimin për herë të parë prej tij të një proteste të opozitës në atë të 17 prillit, Sali Berisha u tërhoq nga disa skenar. I konsideruar i grupi i zjarrit që e shoqëronte pas, fshehur pas pankartave me maska në fytyrë gjatë parakalimit drejt kryeministrisë, mungoi. Këtë radhë, kreu i Partisë Demokratike u shfaq pranë godinës së qeverisë me shoqëruesit e tij me pak militant, asnjëri kamufluar. Por grupi i zjarrit nuk ishte zhdukur, në dukje vetëm ishte larguar nga Berisha. Grupet e personave të maskuar dhe me molotove, mjete piroteknike në duar, u shfaqën gjatë marshimit që synonte të mborrinte Ministrinë e Brendshme. Këto momente u fiksuan nga report të vëgjet protestës, disa militant me lënë shpërthyese në duar, shpërtimi të cilave përfundoi deri në këmbët e policisë, vendosur në kordon përbri galerisë së arteve. Të tjerë jo kaq të ekspozuar. Ata fshihen pas makinës teknike të televizionit të familjes Berisha Syri TV, që në këtë rast ka shërbyer si mburoja për të mos u pikasur nga policia. Hidhja e molotoveve dhe fishek zjarrove është totalisht pa shenjestër, lëshuar mes personave që ndodhen në protestë mes njerëzve të tyre mbështetës të Partisë Demokratike, e duke rrezikuar gjithashtu jo vetëm forcat e policisë. Këtë herë nga policia nuk pati të arrestuar, 6 militantë të cilët hodhën molotov u vunën në hetim për 3 vepra penale, kundërshtimi punonjësit të rendit publik, goditje për shkak të detyrës dhe prishje e rendit dhe qetësisë publike. Bashkë me ta në hetim edhe Klevis Balliu, i cili në emër të PD-s njoftoi policinë për zhvillimin e protestës, e cila u tentua të zhvendose jashtë perimetrit të lejes. Protesta marshime e opozitës të premte ndështoi të mbërrijë destinacionin e saj, Ministrinë e Brendshme, pasi policia i bllokoi duke i zbrapsur në seli me një autobot ujësjellës. E të kurrur në numra sikurse këto pamje tregojnë, protesta u mbyll pas 90 minutash me një paralajmërim të Berishës se regjimi do të marrë përgjigje dhe pa datë për takimin e radhës. Asgjë s'u dekurajoi ju sot, as terrori policisë,